Pasi policia e Fierit arrestoi të shtunën një 55 vjeçar me dyshimet se kishte ngacmuar seksualisht mbesën e tij 5 vjeçare, ka reaguar babai i vajzës. 31 vjeçari Angeliano Gjata thot se situata është stisur nga ish bashkëjetuesja e tij për t'i marrë kujdestarinë e vajzës, ndërsa pohon se nëna e ka braktisur të bijën që kur ishte foshnjë dhe 5 vjeçarja është rritur nga gjyshërit. Vajzën unë e ka marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi. Mua prindrit më kanë dalë krah që të dy. Ish zonja ma mori vajzën pa dini e çoi në Fier në hotel. Dhe në ato moment ajo ka bërë video skenime duke pyetur vajzën që të gacmon gjyshi. Unë i them drejtësisë, hetojeni mirë këtë çështje sepse jam 1000% i bindur që kjo është një skenim në mënyrë që ish zonja të më marri kujdestarinë e vajzës. Banorët e fshatit Peshtan, ku jeton familja Gjata, thonë se 55 vjeçari ka një sjellje korrekte, duke përmendur sakrificat që ka bërë për rritjen e mbesës. Po unë latën e njoh për njeri të ndershëm, nuk e njoh për veset me ç'po dëgjojmë këto ditë. Me mbesën, po thoj se kujdeson mamina i prind, i blen çdo gjë e mbesës, që mos shikojnë atë tjerë, jeta është e madhe. Vetëm atë ves nuk e ka. Vetëm atë, u se besoj, edhe s'ma do mende ta besoj. 55 vjeçari Vladimir Gjata ndodhet në ambientet e komisariatit të policisë Fier në pritje të seancës gjyqësore për vlerësimin e masës së sigurisë.